Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Kanë vazhduar edhe sot reagimet për incidentin e një dite më parë në veri të vendit që ndodhi si pasojë e provokimeve përmes thirrjeve nacionaliste të maturantëve serb. Institucionet e sigurisë kanë akuzuar Beogradin për nxitje të tensioneve në veri përmes instrumentalizimit të qytetarëve serb që jetojnë në këtë pjesë të vendit, teksa përsërisin se ndërhyrja e policisë Kosovës ishte e domosdoshme për të shmangur për shkallëzimin. Ministri në detyri punëve të brendshme Xhelal Sveçla ka thënë se Serbia po e përdor për propagandë rastin e manifestimit të maturantëve në Mitrovic të Veriut të premten. Sveçla ka thënë se megjithatë kjo propagandë mund të ketë efekt vetëm në qarqet nacionaliste në Serbi. Ja si duket propaganda serbe. Kërkesën e zyrtarit policor që grupi të mos provokoj qytetarët në mënyrë që situata të mos eskaloj, ata e quajnë dhunë dhe vendosjen e dorës se quajnë ngulfatje. Shfaqjet e tyre të ekstremizmit dhe shovinizmit i quajnë fest, kurse ngjyrën e kuqe me të cilën ata kanë ngjyrosur figura të ndryshme në trup, tentojnë ta paraqesin si gjak, asgjë e re nga ta. Nga Beogradi zyrtar, rasti u cilësua si incident ndëretnik dhe pati ankesë për forcë të tepruar nga policia e Kosovës. Të tepruar e konsideroi këtë forcë edhe shefi i EULEX-it, por zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, tha se policia reagoi për të shmangur një përshkallëzim të mundshëm. Gjatë festimit të maturës ka pasur provokime dhe për të mos ardhur deri te eskalimi i situatës, policia ka reaguar. Situata është shqetësuar dhe maturantët kanë vazhduar festën e tyre, pa pasur nevojë për reagim shtesë. Njohësi i sigurisë dhe themeluesi i Institutit Oktapus Agim Musliu ka shkruar se Serbia përmes strukturave ilegale po nxit provokime me qëllim të destabilizimit të situatës. Serbia përmes strukturave të saj ilegale në veri, të dirigjuara nga terroristi Radojčić, po i edukon të rinjët me urrëtie dhe nacionalizëm të verbër. Kur në mes të qytetit dëgjohen thirrje, si Kosova është zemra e Serbisë, e thirrje të tjera, kjo nuk është fest, por provokim. Tutje, Musliu ka deklaruar se është mesazh friksimi për shqiptarët që jetojnë në veri dhe për secilin që beson në bashkëjetesë dhe paqe. Serbia ka lëshuar flet arrest për një pjesëtar të policisë Kosovës në lidhje me incidentin me maturant në veri. Lajmi u bë i ditur nga ministri i punëve të brendshme i Serbisë Ivica Dačić. Përmes një njoftimi, ai tha se polici i Kosovës Dylod Brahimi do të arrestohet sapo të jetë i qasshëm për policinë serbe pa përshkrim sa herë që kjo të jetë e mundur. Me ftesë të Kongresit Amerikan, presidenti Vjosa Osmani ka udhëtuar për në Shtetet e Bashkuara, ku do të marrë pjesë në ngjarjet e organizuara në kuadër të sesionit pranveror të Asamblesë Parlamentare të NATO-s. Ky sesion si vjet shënon edhe 30 vjetorin e marrëveshjes së paqes së Daytonit për Bosnjë-Hercegovinën, prandaj edhe të tërë ngjarja do t'i dedikohet përpjekjeve për paqe e siguri në Ballkanin Perëndimor, thuhet në njoftimin e presidencës. Në këtë ngjarje marrin pjesë president të vendeve të tjera nga rajoni si dhe përfaqësues të lartë të NATO-s, BE-s e SBA-s. Osmani do të zhvillojë takime me delegacione si dhe do të jetë pjesë e paneleve. Këtë diel në Kosovë nis ushtrimi më i madh ushtarak udhëhequr nga ushtria e SBA-s në Evropë dhe Afrikë, Defender Europe. Ky ushtrim ka për qëllim të demonstrojë aftësinë e NATO-s për të mbrojtur kufit e saj lindor dhe për të forcuar gatishmërinë e bashkëpunimit ndërmjet aleatëve dhe partnerëve. Ministri i mbrojtjes në detyre Jup Maqedonci tha se Kosova është shtet pritës i shtabit të divizionit të 28 të ushtrisë amerikane, si dhe forcave të armatosura të Shqipërisë, Kroacisë, Maqedonisë së Veriut e Bullgarisë. Në këtë ushtrim janë të angazhuar 25.000 ushtarë nga 29 shtete pjesëmarrëse. Pjesëmarrja e Kosovës në Defender Europe konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt integrimit të saj në strukturat e sigurisë evropiane dhe ndërkombëtare. Kvori ka bërë të ditur se ushtar bulgar nga batalioni i forcave rezerv kanë zhvilluar trajnime për menaxhim të situatave të zjarrit, kontrollin e turmave dhe trazirave. Kvori në një postim në Facebook shkruan se
Trajnimi ishte planifikuar qëllimisht që të ishte sa më real për të dhënë pjesëmarrësve një perceptim të plot mjedisit të tillë. KFOR-i punon në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe EULEX-in në rolet e tyre përkatëse si reaguese të sigurisë, thuhet tutje në njoftim. Deputetët do të mblidhen nesër sërish për seancë konstituive, ndonse nuk ka një parafrim qëndrimesh rreth kandidaturës për kreun e kuvendit. Njohësit e politikës tërheqin vërejtjen se është momenti i fundit për t'i dhënë një epilog ngërçit institucional në vend. Për herë të 21 me radhë, deputetët do të mblidhen të dielën në përpjekje për të konstituar kuvendin dhe për të zgjedhur kreun e këtij institucioni. Partitë politike deri tani nuk kanë arritur një marrëveshje për t'i dhënë fund ngërçit institucional. Lëvizja Vetëvendosje vazhdon të insistojë në votim të fshehtë, gjë që kundërshtohet fuqishëm nga subjektet e tjera politike, të cilat këtë mënyrë të votimit e konsiderojnë shkelje të rregullore së punës së kuvendit. Analisti politik Jeton Halimi vlerëson se është momenti i fundit për një epilog të dramës në kuvend. Po shpresoj që më në fund zoti Kurti të thirrë mendjes dhe të bëjë marrëveshje politike dhe mos viktimizohet, se edhe me kushtetut, edhe sovrania ka dhënë atina edhe me ligj, edhe me gjitha i takon zotit Kurti të bëjë zgjidhje dhe të heqë atë kandidatën që nuk është unifikuese dhe është përçasë. Lëvizja Vetëvendosje duket se nuk do të ndryshojë emrin e kandidatës për kryetare të kuvendit, pavarësisht kundërshtimeve nga partitë e tjera politike. Analistja politike Makbule Shkodra vlerëson se emri Albulena Haxhiut po përdoret vetëm si pretekst për të zvarritur çështjen. Nuk kam asnjë dyshim që gjithë kjo situatë po i shkon përshtatje partisë së parë, lëvizjes Vetëvendosje, sepse nga kjo të thotë ne kemi mësuar se lëvizja Vetëvendosje nuk i ka votat për ta formuar qeverinë. Sikur t'i kishte votat për qeveri, patjetër se do t'i kishte votat edhe për të votuar kandidatin ose kandidatin që e ka për krye parlamentar të kuvendit të Kosovës. Pra kjo çështje më shumë ti pra po i konvenon vetë lëvizjes Vetëvendosje dhe fatkeqësisht kjo është një faturë e madhe të cilën ne do ta shohim edhe më tutje që do ta paguajë shteti i Kosovës si në aspektin ekonomik, në aspektin politik, posaçërisht në aspektin e politikës së jashtme. Blokada institucionale do të krijojë pasoja të rënda edhe në aspektin ekonomik sipas njohësve të fushës. Ish-ministri i Financave Aki Shatri thotë se kjo situatë do të zvarrisë edhe heqjen e masave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Ato e vendosë 2 vite e kusur dhe tash kur thonë po fillojnë me hjek masa, domethënë kërkojnë që më bëjë veprime adekuate shteti i Kosovës, cilin na tash e kemi gjëmtuar për shkak të krenetësisë disa njerëzve që patjetër me mbajt pushtetin mrena disa persona të caktuar. Te mosa peshojmë s'ka kush merr, që s'kem qeveri, s'kem shtet. Shteti ekziston me kufe, si territor, si popullsi, po jo si qeveri. S'ka kush, sepse jemi bloku ose qëta ose heq. Sipas rregullorës së punës, pas çdo seance të dëshuar për konstituimin e kuvendit, seanca tjetër duhet të thirret më së largu brenda 48 orësh. Procedurë kjo që po ndiqet që nga 15 prilli. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur parapërgatitjet për zgjedhjet lokale. Data për këto zgjedhje pritet shpallet nga presidentja e vendit në muajin qershor pas konsultimeve me subjektet politike. Ndonse ende nuk ka një datë të caktuar, një gjë është e sigurt. Vjeshta në Kosovë do të ketë edhe një garë tjetër atë për pushtetin lokal. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur parapërgatitjet për zgjedhjet lokale të tetorit, ndërsa pret që presidentja Vjosa Osmani të caktojë zyrtarisht datën pas konsultimeve me partitë politike. Aktualisht, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është në proces
parapërgatitor që përfshin identifikimin e nevojave, planifikimin buxhetor dhe shqyrtimin apo vlerësimin e akteve nënligjore. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, vetëm pasi të shpallet data e zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mund të fillojë me përgatitjet e përgjithshme për organizimin e procesit zgjedhor, respektivisht zbatimin e planit të aktiviteteve zgjedhore, të cilat të ndërlidhen kryesisht me votuesit dhe subjektet politike. Edhe pse ligji për zgjedhjet lokale nuk ka pësuar reforma, procedura do të ndjekin të njëjtin model si në të kaluarën. Votimi jashtë vendit do të bëhet vetëm përmes postës, pa mundësi të votimit në përfaqësi diplomatike. Siç e dini, ligji për zgjedhjet lokale nuk është nënshtruar procesit të reformës zgjedhore ashtu siç ka ndodhur me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, prandaj disa çështje që janë të përcaktuara në këtë ligj mbesin të njëjta si në zgjedhjet e kaluara, por ka edhe çështje që kanë qenë të rregulluara me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe që vlen edhe në zgjedhjet lokale. Në këto zgjedhje do të zgjidhen 38 kryetar komunash dhe po aq kuvende komunale. Nëse asnjë kandidat nuk siguron shumicën absolute në raundin e parë, vendimi kalon në raundin e dytë. Dy vendimet e fundit të ZRE-s për rrymën rrezikojnë falimentimin e shumë kompanive, paralajmërojnë organizatat biznesore. Konsiderohet se dëmi do të jetë rreth 50 milion euro. Një situatë e rëndë energjetike po i kanoset ekonomisë së vendit me dy vendimet e fundit të zyrës së rregullatorit për energji, shtrejntimin e tarifave prej 16% dhe obligimin e tregut të hapur energjetik për bizneset me mbi 50 punëtor. Nga 1 qershori, tarifa e përgjithshme për konsumatorët e mëdhenj pritet të rritet mbi 200%, çështje kjo që ka alarmuar sektorin privat, veçanërisht industrinë prodhuese. Afaristi Shaqir Palushi paralajmërojnë për destabilizim financiar të bizneseve. Çmimi dhe oferta e vetme që në ka ardhur deri tani nga Kesko është jashtëzakonisht e lartë, përkatësisht mbi 200%, dhe kjo i atakon gjitha bizneset, por në veçanti ato prodhuese dhe me mundësi që disa nga bizneset të cilët qëndrojnë ndoshta financiarisht më brisht mund edhe të rrezikojë deri të zvoglimi i numrit të punësuara apo ndoshta edhe deri te mbyllja. Konkretisht tek kompania jon, impakti do jetë gati 1 milion, përkatësisht fatura nëse bazohemi nga viti i kaluar kemi paguar 430.000 euro, kurse nga oferta e re do duhet të paguaj 1.350.000 euro. Edhe afaristja Arbnora Musliu Konushevci thot se vendimet e ZRE-s janë një goditje direkte për bizneset me numër të madh të punësuarve. Ngritja e çmimeve të energjisë elektrike do të jetë shumë e papërballueshme për kompaninë tonë, për shkak se do të ketë ndikim direkt në koston e operimit të prodhimit. Prandaj, si rezultat i kësaj ngritje prej 220 deri 260%, ne do të kemi qëndrueshmëri të mirë apo të rrezikuar. Aleanca Kosovare e Bizneseve paralajmëron për pasoja në rritjen zinxhirore të gjitha produkteve në treg, si dhe rrezikun e falimentimeve të shumë bizneseve. Energjia elektrike është një goditje e thellë për ekonominë e vendit, për bizneset që duhen të futen nga 1 qershori në këtë kategori, por edhe për gjithë konsumatorin. Prandaj ne bëjmë thirrje edhe një herë përmes televizionit 21, edhe qeverisë Kosovës, në detyrë, edhe deputetëve që nuk përbëjnë kuvendin, edhe ZRE-s që të mendojnë për sektorin privat, e cila është shtyllë e ekonomisë së Kosovës, sepse pa sektor privat, as qeveria nuk mund të jetë funksionale, as këto agjensione qofshin të varura nga ose të pavarur nga shteti, por sektori privat është punëdhënësi, tatim paguesi dhe votuesi më i madh. Prandaj ne e vlerësojmë që damet në këtë projekt të ZRE-s tek bizneset
do t'jenë rreth 50 milion euro. Prej kur zyra e regulatorit për energji vendosi për rritjen e tarifave dhe daljen në treg të lirë energjetik për bizneset, shoqëria civile organizoi 3 protesta dhe deponoi padi në gjykatën themelore. Ndërka që mblodhen edhe rreth 30 nënshkrime të deputetëve për anulimin e këtij vendimi. Organizata Replay Peace dhe Zëri i Forcës organizuan sot një mini maraton humanitare me rastin e ditës së presidentit Kosovës. Veç kësaj, kjo maraton shërben edhe si një aktivitet në përkrahje të fëmijëve. As shiu e as moti i vranët nuk i ndali në vrapin organizuar për nder të ditës së presidentit. Prishtina u bë arenë e solidaritetit përmes mini maratonës të vrapojmë së bashku me fëmijët. Aktivitet ky jo vetëm për kilometra, por edhe për të ndihmuar fëmijët me nevojë. Edhe pse pak moti me shi, po kemi filluar një aktivitet ka qenë mirë. Kauza e kësaj është të përdojnë nëse qëllimi kësaj është të mbësesim kauzën për fëmijët, që çdo vit kështë edicioni 6 i maratonës që mbahet, që si na kemi për një numër jashtëzakonisht madh, po s'ka ku i motit, atëherë na është dashur në numër më i vogël ka marrë pjesë. Gjithë mirë që ka grumbulluar sot, një pjesë përdojnë gjithë mirë që ka grumbulluar për këtyre njerëzve, atëherë i dhurohen fëmijëve, edhe realisht na blejmë lodra dhurata e dërgojmë në prag të Kurban Bayramit. Rruga që përshkoi maratona kaloi përmes pikave simbolike të qytetit për të përfunduar aty ku nisi në zemër të Prishtinës, por mbi të gjitha në zemër të humanizmit. Lendrit Zuka, 14 vjeçar, u shpall edhe fituesi maratonës. Mirë, flat, mirë, let, shkurt, as nuk e shumë vështirë, tamam për neve. Ku as dhe me thonë gjithçka edhe në shije, bën me ngo. Pak, po është e lodhshme, po mirë apet. Për disa ishte një garë sportive, për të tjerë një ditë ndryshe, por për të gjithë një përkujtim se të ndihmosh nuk ka nevojë për kushte perfekte, por vetëm për vullnet. Moti me shi, po e kena pas maraton edhe ku mor pjesë edhe në gara tjera që e kumzon vjen në port. Qëllimi është edhe me mbledh pore edhe me u ndihmu njerëzve që ka nevojë. Edicioni i 6 i kësaj mini maratone u shënua me rreth 60 pjesëmarrës. E gjithçka e mbledhur nga kjo ditë do të kthehet në lodra, buzëqeshje dhe momente gëzimi për fëmijët që kanë më shumë nevojë. Infermierët dhe stafi mbështetës si QKUK-s kërkojnë rritjen e koeficientit të pagës, kompensim të drejtë për kujdestarit dhe njohje të rrezikshmërisë së punës. Ata paralajmërojnë hapa ligjor nëse nuk merren parasysh kërkesat e tyre. Në çdo turn, ata janë të parët që përballen me situatat e vështira emergjente dhe shpesh edhe me shpresën e fundit të pacientëve. Por në sistemin shëndetësor të Kosovës, infermierët e QKUK-s po ndihen të fundit në radhë kur bëhet fjalë për trajtim të drejtë dhe pagesë të dinjitetshme. Kujdestaria jonë është domethënëse dhe ne i bëjmë gjatë muajit 8 kujdestari ose 7 mvaret, dhe paguhet me dikon 28 euro, do thot a të tjerët marrin kujdestari për një ndrim, do thot një shtune 315 euro, një premte dikun pak ma pak 290 ose diçka që ashtu, e shtunja po ashtu, do thot për infermier është shablon 28 euro për bachelor, ndërsa 25 euro është për infermier me shkollë të mesme. Kërkesat tona kanë qenë rritja koeficientit, do thotë është jashtëzakonisht i ulët, nuk korespondon me punën ne që e bëjmë, do thotë një infermier me 15 pacienta, edhe këto duhet është një shqetësim jashtëzakonisht i madh. Përfaqësuesi i stafit infermieror në QKUK thotë se diskriminimi për këtë kategori të personelit shëndetësor po vazhdon, veçanërisht me çështjen e pagesës së rrezikshmërisë. Në një vend punojmë si infermier edhe si staf mbështetës, sepse edhe ata janë jashtëzakonisht keq. Në një vend punojmë, rrezikshmëria paguhet me 30 ditë për doktor, ndërsa për infermier është në bazë të viteve, ata ku 20, 22 në varet vitet sa i ke bërë si punëtor. Do thotë të ata paguhet 30 ditë, të infermierët ju, edhe kjo një shqetësim jashtëzakonisht sepse edhe ne jemi, do me thonë, njerëz edhe ne kemi familje. Gjitha këtu po kanë hasë në vesh të shordhët
do me thonë gjatë gjithë kësaj kohe, edhe pse kemi bërë ankesa, sugjerime. Si pasojë e këtyre paknacive, vetëm brenda 5 muajve thuhet se janë larguar mbi 270 infermier, shumica e të cilëve me mbi 1 dekadë përvojë pune. Sindikalistët shëndetësor paralajmërojnë veprime ligjore nëse kërkesat e tyre injorohen edhe më tej. Filmi me produksion shqiptar nga Amerika, The Journalist Mission, po vazhdojnë xhirimet në strelës të Deçanit. Filmi trajton ngjarjet e luftës së vitit 1999 në Kosovë, përmes historisë së një gazetare amerikane e cila shpëton një djalë nga vdekja. Në majat e strelësit të Deçanit po xhirohet filmi The Journalist Mission, një prodhim shqiptar nga Amerika, që sjell në ekran një pjesë të historisë së luftës në Kosovë. Ky film rikthen në kujtesë ngjarjet e vitit 1999, duke përfshirë masakrat ndaj civilëve dhe ndikimin e ndërhyrjes së forcave ndërkombëtare në rrjedhën e luftës. Në qendër të ngjarjes është një gazetare amerikane e cila përveç rolit të saj informues merr përsipër të mbrojë një djalë që ka mbijetuar në një masakër të cilën është shuar e gjithë familja e tij. Producenti, skenaristi dhe aktori Fitem Krasniqi tha se me këtë film synohet të garohet edhe në Oscar dhe në disa festivale ndërkombëtare. Po këtu janë shumë mesazhe që dëshirojmë përcjell për arsye që këtu ka bëj me luftën e Çekës, me ndihmën e amerikanëve që kanë jepur për Kosovën. Kjo është që tregon që sa kanë ujt populli shqiptar, këtë film ka masakra, dhunime, ka luftë, ka gjëra ndryshme që me të vërtetë kanë ndodhur në Kosovë. Shumica aty janë raste të vërteta. Po ne kemi treguar në shumë festivale apo edhe në pjesën në Oscar për më nominua. Është pranuar deri tash një pjesë e madhe, kanë kërkuar disa shtesa me bëu tamam me standardet për Oscar. Skena që po xhirohet këtë ditë paraqet momentin kur forcat serbe përpiqen të rrëmbejnë një ushtar të plagosur të UÇK-s, por përballen me ushtrinë amerikane. Rolin kryesor në filmin The Journalist Mission e luan aktori Yll Krasniqi. Nuk e di sepse është ende duke u filmuar, por mendoj se do të dalë shumë mirë, sepse ne vendosëm shumë mund në film. Pjesë e kastit të filmit janë edhe aktorë ndërkombëtar, Elijah Rowan në rolin e komandantit amerikan dhe Jennifer Majam në rolin e ushtares, thënë se është një ndjenjë mirë të punojnë në këtë film. The American Special Forces Commander. Unë jam komandant i forcave amerikane. Përvoja deri tanishme ka qenë e shkurtër, por unë pëlqej këta njerëz, pëlqej rolet e reja. Ata që kanë jetuar luftën kanë qenë atje, kështu që ata e dinë se çfarë po bëjnë. Këtu ndihem shumë rehat, si në shtëpinë time. Kosova është vend shumë i bukur, keni male të mira, kodra e pemë. I play an American soldier. Unë luaj rolin në ushtarës amerikane këtu. Unë jam britaneze dhe po, në skenën që po luajmë tani, jemi duke ndihmuar njerëzit e Kosovës. Sa po kam ardhur në film sot, por deri tani është një ambient i mirë për xhirim. Po, e dua ambientin e jashtëm. Xhirimet në majat e strelësit përbëjnë disa nga skenat e fundit të realizimit të filmit. Mirupafshim në edicionin e radhës.